vëmendje paraburgimi në një burg anglez dhe pas afro 43 ditësh në grehurie, gjendja shëndetësore e një shqiptare të arrestuar si aktiviste e grupimit Contraverse Palestine Action është mjaft e përkeqësuar dhe sipas motrës së saj, ajo mund të ndrojë jetë nëse qeveria britanike nuk ndërhyn. Feuda Hoxha i lindur në Britani këtë të thënë mbush 30 vjeç dhe sipas motrës së saj, 18 vjeçare Rahma, në një deklaratë në medias britanike, ajo huan për shkak të grevësurisë nga dhimbje të vazhdueshme koke, çështje të lëvizshmërisë dhe nuk mund të ngrihet dot për të bërë lutje fetare si myslimane. Feuda Hoxha ndodhet në paraburgim prej 13 muajsh dhe procesi kundër saj dhe 8 aktivistëve pro grupimin Palestine Action nuk pritet të ndodhë deri në prill vitit ardhshëm. Ata ndodhen në përpurje të ndryshme të Anglisë për vepra penale që variojnë nga hyrja me forcë të supozuara apo dëmtime kriminale ndaj një ambientin britanik ku prodhoheshin pajisje ushtarake për Izraelin. Ata i mohojnë të gjitha akuzat e ngritura kundër tyre. Greva Uris kërkon dhënien fund të ofrimit nga Britania të ambienteve të Izraelit për prodhimin e armëve që furnizojnë Izraelin, si dhe heqjen nga lista e të organizatave të ndaluara zyrtarisht nga Britania të Palestine Action, si dhe dhënien fund të keq trajtimit të burgosurve, si dhe lirimin e menjëhershëm me kusht të ndaluarve. Ministri britanik i Burgjeve Lori Timpson thotë se ministrat nuk mund të takohen me këta burgosur dhe Britania ka një sistem drejtësie që bazohet në ndarjen e kompetencave dhe një drejtësi të pavarur që është kurthemeli i sistemit tonë. Do të ishte tërësisht jo kushtetuese dhe një veprim jo i duhur që ministrat të ndërhynin në procese ligjore që janë të papërfunduara. Ironia është se Feuda Hoxha sot mbush 30 vjeç dhe nuk do të ketë tort për të festuar nga burgut ditëlindjen e saj në një ditë si kjo kur ajo është në grehurie. Për disa, Feuda Hoxha nuk është terroriste, por humaniste, ndërsa për disa të tjerë, asociimi e shqiptare me rrethana të tilla do të shtonte më shumë njëllësin e shqiptarëve të Britanisë, përveç mëkateve të supozuara në media dhe opinionin publik britanik për komunitetin shqiptar. Arda Mamet of Channel, Londër.